Për kundra Angelit, unë mendoj që Iliri është një menaxher shumë i mirë, ka bërë një punë shumë të mirë me drejtimin e... Tash se vetëm se do me dalë kundra me, Jo, po them vërtetën. Apo se do t'jesh për Ilirit? Tani, është... Si e kam parë unë, është që udhëheqja e Ilirit ka qenë më e mira deri tani. Të shohim çfarë do bëj Adioni. Por çfarë do të... Po si më e mira, Keci Dëshngordhi, Qeni Dëshngordhi, ato punët e tjera nuk janë duke i bërë fare. Shiko, tani, vim ka ajo që thua ti, rebelimi. Ajo duhet bëhet një sqarimi të gjithë këtyre fermerëve, se Ilirit kur rebelojnë tjerët si pëlqen, por kur rebelohet vetë do me çmimin 0 i pëlqen. Tani kur ndodhin ndryshime gjithmonë në faza e parë e ndryshimit është kundërshtia dhe fakti kur erdhi Iliri dhe vendosi një rend pak më të organizuar mirë, shumë nga ata artistë që ndoshta po i rëndoj pak, por mund të them që janë llastuar në shtëpitë e tyre me luksin e artistëve e tjerë, nuk i pëlqeu kjo gjë dhe ka një kështu një si frymë të përgjithshme që kur vjen një urdhër ose kur vjen një punë, kur vjen një sfidë janë gjithë okay. Bizilja, okay, hajde mo, po me hajde, jo po. So guys, po i them gjithëve, aty publiku ju do që të shikoj se si bëni fermerin. Ju kanë parë në profesionet tuaja, me talentet që keni, me artin që keni. Po dhe artë nuk është janë duke bërë dhe aq artë, më shumë po dhije në shkoni, bëni punën dhe merrni seriozisht të gjën, sepse kjo është esenca e fermës, që t'jeni aty kur duhet, të zgjoni atëherë kur ju flihet, të dilni atëherë kur nuk doni të dilni, dhe kjo është të dalësh nga zona e ratis dhe të bësh atë që nuk e bën vazhdimisht. Arbana, kjo është edhe antistres, unë nuk e kuptoj pse, është ka që vështirë kur... Do ishte si diçka që të lidh me natyrën, të lidh me kafshët, një gjë që nuk do e keni në jetën tuaj të përditshme, sigurisht ka njerëz që e kanë pasion, ka njerëz që nuk e kanë pasion, dhe përsa i përket punëve të shtëpisë, nëse ju doni të bëni grup dhe mos bëni lufta aty brenda, ndajeni, kush do punoj, ditët ndajeni në grupe, ditët që një grup do punoj në stall me kafshët dhe jashtë, dhe ditët e tjera kur dikush do një ditë tjetër grupi që do luftoj. Por është përgjatë gjithë kohës një grup që zhëndron brenda dhe një grup që shkon në fermë. Kjo është një gjë që duhet alternohet. Romir, ti sa i shikon të përfshirë fermerët e tjerë në stalla? Shiko Arbana, kur isha unë krye fermer, disa nga fermerët e tjerë thanë një gjë e cila me thënë drejtë mua më pëlqeu shumë. Që ishte, do t'i që sikur ka ndryshuar cilësia jetës këtu në fermë. Dhe ja u kam thënë dhe fermerëve, po e them edhe këtu, për respektin edhe tuaj edhe të atyre që shojnë ndoshta vetëm primin dhe nuk shojnë 24 orëshin. Gjithmonë kam dashur, kur kam qenë unë krye fermer, që t'ju mësoj në thonjza, se ndoshta është fjallë e madhe, se s'po gjithë fjallë në dur, fermerëve të tjerë, një parim të cilën unë e kam në jetë që në fakt është një thënie e Nën Terezës, që është, nëse doni të bëni një ndryshim, nuk ka nevojë të bëni gjëra të mëdha. E rëndësishme është të bëni gjëra të vogla, por me dashuri të madhe. Thënë këtë, për të dalë të pyetja jote, Arban, edhe kur më pyetja Gaj se kush janë, të themi, 4-5 më punëtorët, dhe pastaj normal që mas 5-ës vjen 6-7 deri ke 18-ta, të cilët unë nuk mi kërkoja Gaj, ata 4-5 që unë kam përmendur të parët, në fakt janë njerëz të cilët nuk më kanë kërku punë, që qa punë do m'japosh, po e kanë bërë vetë, ka kalu visi nga stalla, ke sera, nga sera ke shtëpia, ka parë një gjë që nuk shkon, ka pastruar diçka, pra thjesht... Nuk kanë pritur pra urdhra... Sepse këtu e dashur Arban, ka aq shumë punë sa që nuk mbarojnë nga mëngjesi deri në darkë. Dhe kush do të angazhohet, qoftë edhe për të mirën e higjienës së vetë personale, pastërtisë së vendit ku jeton, vendit ku ha, vendit ku fle, vendit ku shkon me nder të bëjnë një artikull, të gjitha këto, nëse gjithse kush do t'i bëjnë atë të voglën e vetë, nuk do ketë më punë të mëdha për ata që duan të dalin në televizor duke punu. Kupton? Kjo është historia. E kupton. Faleminderit. Arbana, duka të thoja dy fjalë. Unë jam kujdesur, nëse nisemi që prej fillimit, vazhdimisht që të ketë gjellëra të lëngshme
kam bërë pllaqit lëngshme, fasule, E kam parë. supra, që hynë në pjesën e pojesisit të vetri prodhimit të fermerëve që vënë atje. Jam kujdesur Ata shumë. kanë ditë për nderë të faktën në muza. Jo, s'ka që mos ma din, po të paktën mos më pozicionojnë. Ka sjellur. Ti i garbon. Edhe, po mirë, tashim kraso. Dhe kam pas dhe një vështirësi tjetër, që Sarën e kam pas të smur një javë kur kam qënë te pulat, disa më kanë, më falë, Grayson, po Sarën e kam smur vazhdimisht, më falë. Unë jam as njëre smur, si që i pete them klipi. këto pak fjalë, Jam gjithë kohës në këm. më falë, i them këto pak fjalë që është shumë me lehtë të pozicionosh kështu nga kamera, po praktikisht janë shumë gjërat vogla që dhe nuk duken. Nëse do marrim qeverisje që janë bërë deri tani, e imja ka qenë me distribucion kompetence, e ti ka qenë një autoritarizëm demokratik, kurse Liri ka qenë një despot produktiv, që nga ka qare dhe veshin, po... Por, ka pas edhe rendiment. Kjo të regon që... Moza, nga këto 3 qeverisje, kush në gjanë më shumë me akte aktualen që ka Shqipëria? Nga këto... Jo, mos më ngatro me atë të zjarët, në qatë duani. E para, sigurisht. E para është me delegim. A i është një distributor kompetenca që janë zakonshëm, të këtë adoroj. Po kështu që ne mund të përdorim gjitha këto format të alternuara, e vërteta është që të gjithë ne mund të bëjmë më shumë. Dhe konflikti për çlimin na ha shumë kohë, na merr shumë energji. Kjo është ideja. Na merr shumë energji të panevojshme.